Leonida, përshëndetje, cilat janë të rejat, çfarë ka ndodhur në seancë, ka patur ndoshta edhe ndonjë deklaratë nga ana e autorit të vrasjes? Përshëndetje Kasada, në fakt vetëm pak minuta më parë ka përfunduar masa e sigurisë në ngarkim të shtetasit Maklen Meçe, 27 vjeç, me banim në Rokozhin, i cili akuzohet ose dyshohet se në orët e vona të pasdites të shtunës së javës së shkuar, qelloi për vdekje me thik pasi konfliktit të çastit fqinjin e tij shtetasin Rapush me molla 60 vjeç. Ngjarja e ndodhur në lagjen me molla në qytetin e Rokozhinës. Siç e thamë pak më parë, vetëm disa minuta më herët ka përfunduar masa e sigurisë në ngarkim të tij. Masa e sigurisë është bërë me dyert të mbyllura. Kjo ishte kërkesë e vet drejtuesit të seancës, gjyqtarit Ervin Sulaj, i cili kërkoi që kjo masë sigurie të mbajë pa praninë e mediave dhe pa persona të tjerë të cilët kishin interes për ta ndjekur atë. Por burime për ABC News konfirmojnë se gjatë zhvillimit të masës së sigurisë në ngarkim të 27 vjeçarit, ky i fundit i pyetur nga gjyqtari i çështjes ka deklaruar se nuk kishte për qëllim që të qëllonte për vdekje fëmijën e tij, nuk kishte asnjë konflikt të mëparshëm me të, por shkakat natë për konfliktin janë bërë dritat e automjetit, pasi fëmijë i tij akuzonte se me anë të dritave të gjata të automjetit të tij tek ky po parkonte me panesën e tij, e ka shqetësuar atë dhe kjo ka qenë zanafilla e nisjes së këtij konflikti mes dy fëmijëve në lagjen me molla në Rokozhin. Situata më pas nga debati ka përfunduar deri në përdorimin e armëve të ftohta, ku gjatë përndeshjes me njëri tjetrin, 27 vjeçari ka qelluar disa herë në drejtim të 60 vjeçarit Rapush me molla, duke lënë të vdekur në vend. Në përfundim të seancës, gjyqtari pranoi kërkesën e prokurorit të çështjes, e cila organit të akuzës, e cila përfaqësohej nga shtetësja nga prokurorja Edina Kurti, e cila kërkoi si masë shtrënguese në ngarkim të 27 vjeçarit arrestit në burg, masë sigurie kërkesë e cila është pranuar nga vetë gjyqtari i çështjes në rastin konkret Ervin Sulaj. E qartë. Mirë, Leonida, unë falenderoj për detajet që ndave në këtë raportim të drejt për drejt direkt nga Durrësi.